Ka përfunduar me sukses kthimi i të gjithë haxhinjeve nga territori i Muftinisë Gostivarit, të cilët këtë vit patën fatin të kryejnë një obligim më të rëndësishëm fetar, haxhin, në vendet e shenjta islame. Në Gostivar tashmë kanë mbritur 3 grupet e haxhinjeve që udhëtuan drejt Mekës dhe Medinës, ndërsa pritja e tyre organizuar nga kreu i BFI-s, Shaqir Efendi Fetau, familjar dhe besimtar të shumt. Në grupin e parë u kthyen 156 haxhin, në grupin e dytë u kthyen 168 haxhin, ndërsa në grupin e tretë dhe të fundit 179 haxhi. Në total, 500 haxhin nga Gostivari dhe rrethina janë rikthyer në vendlinje pas përfundimit të ritualit të haxhit. Sipas njoftimeve të Muftinisë së Gostivarit, të gjithë haxhinjet janë kthyer shëndoshë mirë, të shoqëruar nga udhëheqësit fetar dhe ekipet mjekësore që kujdeseshin për ta gjatë qëndrimit në Arabinë Saudite. Për besimtarët, haxhi konsiderohet udhëtimi më i rëndësishëm dhe më i bukur i jetës, një përjetim i veçantë shpirtëror që lë gjurmë të pashlyeshme tek secili që e kryen. Të kthyer në vendlindje, haxhinjet sjellin me vete emocionet dhe përjetimet nga vendet e shenjta, me lutjen dhe shpresën që Allahu t'ua ketë pranuar haxhin dhe adhurimet e kryera gjatë këtij udhëtimi të bekuar. Kthimi i suksesshëm i të gjithë grupeve shënon përmbylljen e suksesshme të sezonit të haxhit 2026 për haxhinjet e Gostivarit, të cilët tashmë janë i bashkuar me familjet e tyre pas ditëve të kaluara në vendet më të shenjta.